Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Sali Berisha ka paralajmëruar protestë kombëtare të së shtunës duke i quajtur ditën kur shqiptarët do të bëjnë në gjyqin kryeministrit Edi Rama. Ai ritheksoi edhe një herë akuzat për korrupsion, grushteti dhe funksionimin e narkoshtetit. Berisha gjithashtu la të nënkuptohet se nuk do të ketë bashkëpunim me mazhorancën për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Kryedemokrati Sali Berisha ka paralajmëruar se protesta kombëtare së shtunës do të jetë një provë e madhe për opozitën dhe një moment kur qytetarët shqiptar do t'i bëjnë gjyqin kryeministrit Edi Rama. Qytetarët do t'i japin leksion qeverisë, leksion fort. Le të rri në zyrë, ta provojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrt i ke plumosur, rri, shko futur rri në e burr. Populli opozitari bën gjyqin kryehajdutit të këtij kombi. Berisha ritheksoi akuzat për grushteti dhe korrupsion duke shënjestruar gjykatën kushtetuese. Tre institucionet bëhen mur korrupsioni. 4, edhe gjykata me ta. Institucionet më të larta të shtetit, të turpit, të kleptokracisë, të narkoshtetit, në të gjithë terminologjinë botërore. Ndërsa kryeministri ka argumentuar mungesën në Davos, Berisha mohoi çdo lidhje me pritjen e Ivanka Trump në Shqipëri. Ku Edi Rama band u ndalua në atë dhomë, në atë sallë historike nuk mund t'ishte. Nuk mund t'ishte. E tregoja, e tha sinqerisht, 2-3 prej këtyre tha nuk mund t'jenë. Nuk i honep s'dot. Dhe nga këta 2-3, njëri është Rama, tjetrin e gjejmë më vonë. Ai po ashtu la të kuptohet se nuk do të ketë bashkëpunim me mazhorancën për 2 reformat kryesore, zgjedhore dhe territoriale, duke paralajmëruar krijimin e 2 komisioneve paralele opozitare, që do të hiqen nga Oerd Bylikbashi dhe Luciano Bocci. Ne krijojmë komisionet e reformës territoriale me forcat opozitare dhe reformës zgjedhore me forcat opozitare. Me media, me të gjitha, ne paraqesim para shqiptarëve reformën tonë territoriale. Ky qëndrim vjen ndërsa mazhoranca ka paralajmëruar ndryshime në formulën e paritetit për të hequr mundësinë opozitare për të bllokuar reformat përmes bojkotit. Mazhoranca dhe opozita ranë dakord për dekriminalizimin e shpifjes duke përdorur mjetet civile për ndërshkrimin e përhapjes së informacionit të rrem. Debati qëndronte për caktimin se kush konsiderohet gazetar dhe përfiton nga përjashtimi në kodin penal. Kërkesa e opozitës për heqjen e përkatësisë korporative u rrëzua në komision. Mazhoranca dhe opozita parlamentare kanë arritur një marrëveshje për dekriminalizimin e shpifjes, duke vendosur që në të gjitha rastet e përhapjes së informacionit të rrem të përdoret vetëm mekanizmi civil dhe jo masa penale. Megjithatë, diskutimi ka nxjerrë në pa një pikë ndarse që lidhet me përkufizimin e gazetarit dhe përjashtimin që ky përfiton sipas kodit penal. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku deklaroi se qeveria ka shtuar disa ndryshime të pjesshme duke vendosur që përjashtimi të zbatohet vetëm për organizatat e regjistruara, të cilat aktualisht në Shqipëri nuk ekzistojnë. A duhet të dënohet nëse shpif? Po patjetër, po me mjete civile, jo me mjete penale, pra jo me burg, po me gjop, që këtu në Republikën e Shqipërisë kjo është e rregulluar sepse edhe Kodi Civili ka masat në këtë rast. Qeveria mendon që kjo është një drejtë që i takon vetëm organizatave gazetareske të vetë rregulluara dhe të regjistruara si të tilla. Sot në qendrën kombëtare të biznesit ka 0 organizata të tilla. Dhe komentet që ka Komisioni Evropian ndaj qeverisë shqiptare thonë që 2 çështje duhet sqarohen menjëherë. Në përputhje me komentet tona fillestare, nocioni që kërkon që të sqarohet është ai i përkatësisë të gazetarëve në këto organizata, thotë. Vendosja e përkatësisë kooperative mund të kërkojë kohë përcaktuese për përjashtimin nga Kodi Penal, sepse sot Shqipëria ndërkohë që flasim, thotë, nuk ka absolutisht asnjë organizatë të regjistruar. Për këtë arsye i sugjerojmë qeverisë shqiptare, thotë, që të marrë masa për ta bërë këtë përkufizim të qartë në mënyrë që të përfitojnë gjithë gazetarët. Dhe komenti i dytë lidhet me faktin që Komisioni Evropian është për propozimin që unë kam sjell, përjashtim të plot të dënimit me burg. Nga ana tjetër, kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste Taulant Balla theksoi se shpifja nuk është vepër penale për gazetarët profesionistë, pra ata që punojnë në media të regjistruara dhe janë pjesë e shoqatave të gazetarëve. Sa i përket figurës së veprës penale, duhet të garantoj sot çdo gazetar që funksionon si i tillë në Republikën e Shqipërisë që në këtë koncept nuk ka më vepër penale për shpifje për gazetarin, kur gazetari është realisht gazetar. Jo kur
gazetari e vetë shpall veten gazetar, vej një beç këtu edhe thot un jam gazetar. Është një hap i madh, ndryshimi që ka sjell qeveria, sepse e ndan shpifsin profesionist nga shpifsi amator. Shpifsin profesionist i tregon vendin, shpifsi amator e ndan dhe e vërteta është që me ndryshimin që për gazetarët në momentin që është i organizuar, në momentin që njihet me profesion gazetar, pra punon në një media të regjistruar, i organizuar në këto shoqata të tjera, përjashtohet për çdo rast, por ama një gjë do ta bëjmë gjithë. Në përfundim, kërkesa e deputetes Tabaku për heqjen e kritereve të përkatësisë korporative u rrëzua me 8 vota kundër dhe vetëm 1 vot pro në Komisionin për Europën dhe Punën e Jashtme, duke vulosur dakordsinë për mënyrën e re të dekriminalizimit të shpifjes. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka depozituar një padi në gjykatën administrative kundër institucionit të presidencës dhe prokurorit Olsi Dado. Veliaj kërkon shpadhjen e pavlefshëm të dekretit të vitit të 2008 që emëroi Dadon prokuror. Sipas padis, emërimi është bërë në kundërshtim me ligjin në fuqi në atë kohë. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka ndërmarrë një hap të ri ligjor duke depozituar këtë të njëjtë një padi në gjykatën administrative kundër institucionit të presidencës dhe prokurorit të çështjes së tij Olsi Dado. Përmes kësaj kërkesë padie, Veliaj kërkon shpadhjen të pavlefshëm të dekretit të vitit 2008 me të cilin Olsi Dado u emërua nga noter në detyrën e prokurorit. Sipas Veliajt, ligji në fuqinë me atë periudhë nuk e lejonte një emërim të tillë pa kryer më parë shkollën e magjistraturës, kriter që sipas padis Dado nuk e përmbushte në momentin e dekretimit. Padia i referohet kohës kur presidenca drejtoi nga Bamir Topi dhe e cilëson aktin e emërimit si një shkelje flagrante të ligjit. Në dokument theksohet se prokurori nuk plotësonte kriteret ligjore të detyrueshme për ushtrimin e funksionit, çka sipas Veliajt e bën dekretin të pavlefshëm që në origjinë. Në këtë kontekst, kryebashkiaku kërkon edhe reagimin e Këshillit të Lartë të Prokurisë, duke pretenduar se ky institucion duhet të ndërmarrë masa për shkarkimin e Olsi Dados. Padia nënvizon se masat e sigurisë ndaj Veliajt, si dhe kufizimi i ushtrisë të mandatit të kryetarit Bashkisë së Tiranës, mbështeten mbi një akt të pavlefshëm ligjërisht, sipas tij kjo kushtetues institucionet e shtetit, si dhe për familjen dhe personin e tij. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj dhe zëvendësë drejtoresha Hava Delibashi kanë ankimuar masën arrest në shtëpi të vendosur ndaj tyre nga GJKK. Po ashtu, disa zyrtarë të tjerë, përfshirë dhe zëvendës drejtorin e policisë Tiranë Erion Ismaila, kanë kundërshtuar vendimin e sigurisë dhënë nga gjykata. Mirlinda Karçanaj, drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ka ankimuar vendimin e gjykatës së posaçme për caktimin e masës arrest në shtëpi ndaj saj. Të njëjtën gjë ka bërë dhe zëvendës drejtoria Hava Delibashi, e cila ndodhet në të njëjtën mas. Ankim kanë bërë edhe zëvendës drejtori i policisë Tiranë Erion Ismaili, pezulluar nga detyra, si dhe Andis Papa, Gzim Hoxha dhe Roger Syryta, të cilët janë në masën e detyrimit të paraqitjes. SPAK njoftoi se ky grup i strukturuar kriminal ka detyruar përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tendera të heqin dorë nga ankimime duke favorizuar kompanitë e paracaktuara. Sipas hetimeve, disa administratorë kanë përdorur fatura tatimore fiktive dhe kanë kryer transaksione me kompani që nuk morën pjesë në procesin e tenderimit. Hetimet përfshin gjithashtu shqyrtimin e të dhënave të reja për shkelje të tjera penale, ndërsa SPAK po punon për identifikimin e subjekteve të tjera të përfshira në këtë veprimtari të jashtëligjshme. Masat e sigurisë dhe ankimimet e kryera pritet të shqyrtohen nga apeli i posaçëm duke përcaktuar fatin e personave të përfshirë dhe të ardhmen e hetimeve. Ishulli i Sazanit dhe Bregdeti i Zvërnecit janë dy zonat ku përqendrohen investimet ambicioze që solli në Shqipëri Ivanka Trump. Pas takimeve në Vlorë me arkitektët e projektit, ajo udhëtoi drejt Tiranës, ku u prit nga kryeministri Edi Rama. Projekti parashikon një resort turistik elitar me vlerë mbi 1 miliard euro. Ishulli i Sazanit dhe Bregdeti i Zvërnecit janë dy pikat kryesore të investimit strategjik që sollën në Shqipëri vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, pas një takimi në Vlorë me një grup prej 60 arkitektësh të huaj të angazhuar në artimin e projektit. Ajo udhëtoi drejt kryeqytetit, ku u prit në godinën qeveritare nga kryeministri Edi Rama. Vizita e saj në jug të vendit u pasqyrua edhe në rrjetet sociale, ku Ivanka Trump publikoi imazhe nga Bregdeti i Zvërnecit, të shoqëruara me tinguj të muzikës tradicionale shqiptare, duke i dhënë
lënë vëmendje zonave ku pritet të shtrihet investimi. Sipas vendimit që i jep bashkëshortit të saj, Jared Kushner, statusin e investitorit strategjik, vlera e investimit për resortin turistik në ishullin e Sazanit parashikohet të arrijë në 1.4 miliard euro. Projekti përfshin një sipërfaqe totale prej 562 hektarësh, me rreth 45 hektar sipërfaqe ndërtimit të ishullit të vetëm të Shqipërisë. Statusi i investitorit strategjik është dhënë për një periudhë 10 vjeçare dhe parashikohet që gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit të punësohen rreth 1000 persona. Sipas masterplanit, investimi do të realizohet në 3 faza dhe do të përfshijë hotele të brendeve ndërkombëtare, njësi rezidenciale dhe zona gastronomike me synim zhvillimin e një turizmi elitar në vend. Investimet e familjarëve të presidentit amerikan nuk priten të ndalen vetëm në ishullin e Zazanit. Një tjetër projekt ambicioz është planifikuar edhe në bregdetin e Zvernecit përmes negociatave tregtare private, duke zgjeruar më tej hartën e investimeve turistike në jug të Shqipërisë. Gjykata penale e Tiranës ka caktuar masën arrest me burg për 3 të arrestuarit lidhur me vrasjen e Petrit Ndohut pas një konflikti për automjetet. Në qeli janë lënë autori dyshuar Andis Vokri dhe 2 të tjerë për moskallëzim krimi, Fation Kudha dhe Lorenz Sula. Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave dhe analizimin e pamjeve filmike. Gjykata penale e Tiranës ka caktuar masën e sigurimit arrest me burg për 3 persona të arrestuar lidhur me vrasjen e 57 vjeçarit Petrit Ndohu, ngjarje që ndodhi pak ditë më parë pas një debati verbal në automjet. Në qeli janë lënë autori dyshuar kryesor 28 vjeçar Andis Vokri dhe 2 të tjerë, Fation Kudha dhe Lorenz Sula, të cilën u arrestuan për moskallëzim krimi. Të arrestuarit mohuan përfshirjen e tyre gjatë seancës për vlerësimin e masave. Prokuroria e Tiranës dhe gjykata kanë argumentuar se masa e arrestit është nevojshme deri në sqarimin e plotë ngjarjes dhe analizimin e pamjeve filmike. Andis Vokri ka pranuar përplasjen fizike dhe verbale me Ndohun, por ka mohuar përdorimin e çekiçit, duke deklaruar se nuk kishte një send të tillë me vete. Fation Kudha dhe Lorenz Sula kanë pohuar se kanë qenë dëshmitar të konfliktit, por nuk kanë ndjeni për përdorimin e çekiçit. Mostrat e të rinjve janë dërguar për eksperimentim për të përcaktuar nëse kanë qenë të dehur ose nën efektin e narkotikëve në momentin e ngjarjes. Ngjarja ndodhi në 20 janar pas mesnate në një rrugë dytësore mes Fushkrujës dhe Mamurasit, ku një debat mes shoferëve të 2 automjeteve degeneroi në dhunë. Sipas burimeve nga policia, 57 vjeçari Ndohu dyshohet se është goditur për vdekje nga 28 vjeçari Andis Vokri. Hetimet vijojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar çdo përfshirje tjetër të mundshme. 10 ditë pas sherrit të dhunshëm në një lokal në Lezhë, policia ka ndaluar 53 vjeçarin Gzim Doka, ndërsa djali i tij 20 vjeçar Kevin mbetet në kërkim. Ngjarja kishte lënë plagosur 2 kushërinj të familjes Marku, të cilët u goditën me sëndet e forta në kokë. Hetimet vazhdojnë ndërsa prokuroria ka vendosur që Doka të hetohet në gjendje të lirë për shkaqe shëndetësore. Ngjarja ka ndodhur më 12 janar në një lokal të qytetit të Lezhës, rreth orës së mesditës, ku 2 kushërinjt Gjergj dhe Nikolin Marku u përfshin në një konflikt me Gzim Dokën dhe djalin e tij Kevin. Sipas të dhënave të policisë, babë e bir kanë qenë të armatosur dhe i kanë goditur të dëmtuarit me sende të forta, përfshirë qytën e pistoletës, sapo hynë në ambientet e lokalit. Të dëmtuarit, pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore, u paraqitën në komisariatin e policisë së Lezhës, ku deklaruan se konflikti kishte nisur për tensione të mëparshme mes familjeve. Pasi Ndoka dhe djali i tij kishin kërkuar kushërinjve Marku të ulin zërin. Pas një hetimi të shpejt, policia ka ndaluar Gzim Dokën, ndërsa djali i tij vazhdon të jetë në kërkim. Prokuroria vendosi që 53 vjeçari të hetohet në gjendje të lirë për shkaqe shëndetësore, por hetimet dhe procedurat për zbardhjen e plotë të ngjarjes vazhdojnë. Policia e Lezhës ka deklaruar se po punon për kapjen e të gjithë të përfshirëve dhe ka apeluar tek qytetarët për çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes. Ngjarja ka tronditur qytetin, duke rikthyer vëmendjen mbi tensionet mes familjeve lokale dhe nevojën për më shumë siguri në ambientet publike. 3 persona, përfshirë edhe një punonjës para burgimit në Elbasan, janë arrestuar pas një aksionit të SHGBP-s për dyshimin e futjes së lëndë narkotike brenda IEVP-s Bradashesh. Hetimet kanë zbuluar një mekanizëm të organizuar bashkëpunimi për përfitim financiar. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprimet mëtejshme ligjore. Një punonjës i paraburgimit në Elbasan dhe 2 persona të tjerë janë arrestuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm në burgje, pas një hetimi për futje të lëndëve narkotike në ambientet e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Bradashesh.
Personat e arrestuar janë identifikuar si Ndriçim Kroj, punonjës policie në IEVP Elbasan, Esmeralda Komici, familjare e një të paraburgosuri dhe Gerald Stamolla, i paraburgosur në të njëjtin institucion. Hetimi ka zbuluar se të arrestuarit dyshohet se kanë bashkëpunuar për të futur lëndë narkotike brenda burgut, duke shfrytëzuar lidhje dhe pozicionin e tyre me qëllim përfitimin financiar. Sipas burimeve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në burgje, ky mekanizëm përfshinte mënyra të mirë organizuara për të shpërdoruar rregullat e sigurisë penitenciare dhe për të shmangur kontrollin e punonjësve të tjerë. Autoritetet kanë theksuar se veprimet e tyre përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit dhe janë ndërhyrje direkte në funksionimin e institucionit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet vazhdojnë për identifikimin e çdo personi tjetër të përfshirë në këtë veprimtari të jashtëligjshme. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 24 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira dhe rreshje të dobëta shiu kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me intervale me rreshje shiu në jug dhe bregdel. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 24 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 24 janar do të jetë rreth orës 6:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 24 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu kryesisht në pjesën perëndimore dhe jugore të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 24 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 24 janar do të jetë rreth orës 6:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, -1 deri në 9 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan,
-2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, 1 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 9 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.